Ramazanit është muaj Kur'anit. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Prandaj në këtë muaj duhet të lexojmë sa më shumë Kur'an vëllezër. Në këtë muaj duhet të lexojmë sa më shumë fjalën e Zotit xhaleshanu. Xhibrili alayhis salam e lexonte Kur'anin me pejgamberin alayhis salam në Ramazan. Pra çdo Ramazan vinte Xhibrili alayhis salam edhe e lexonte të gjithë Kur'anin bashkë me të. Uthmani radiallahu anhu e lexonte Kur'anin për çdo ditë të Ramazanit. Pra imagjinon dot si ka mundësi që ai të kushtonier tash. Çfarë pastaj ka? Se po bëjmë si. Ha? Pastaj. Ose flasëm pastaj. Pra Uthmani radiallahu anhu e ka pas lexuar Kur'anin për çdo ditë të Ramazanit. Pra 30 ditë ai e ka lexuar Kur'anin 30 herë. Çfarë lloj përkushtimi dhe çfarë lloj devotshmërie ka pas Uthmani radiallahu anhu. Disa nga selefët, nga të parë tanë, e lexonin Kur'anin gjatë namazit të natës dhe këto e bënin në çdo 3 net të Ramazanit. Pra për 3 net rresht ato e këndonin të gjithë Kur'anin. Disa prej tyre e bënin hatme në çdo 7 ditë, ndërsa disa të tjerë në çdo 10 ditë. Ata e lexonin Kur'anin në namaz dhe jashtë tij, pra në çdo lloj kohe, ato ishin të angazhuar në muajin e Ramazanit me Kur'anin familjar. Pra kishte nga ato që e bënin çdo ditë hatme, kishte nga ato që një herë në 3 ditë e bëshin hatme, kishte nga ato që një herë në 10 ditë e bënin hatme të gjithë Kur'anit. Pra hatme do thotë me lexu Kur'anin nga fillimi deri në fund, nga sura Fatiha deri tek sura Nas. Në Ramazan, Shafiu radiallahu anhu, pra Shafiu, që është mëdhëbi Shafi që i themi ne, dietari i madh i fesë islame, e lexonte Kur'anin 60 herë. Pra 30 ditë të Ramazanit, Shafiu radiallahu anhu e lexonte Kur'anin 60 herë. Katade radiallahu anhu gjithmonë e mbaronte hatme Kur'anin një herë në javë, pra një hatme në 7 ditë. Në Ramazan e bënte hatme në çdo 3 ditë. Pra ai zakonisht thot një herë në 10 ditë bënte hatme gjatë gjithë kohës tij. Por në Ramazan një herë në 3 ditë e bënte një hatme. Ndërsa në 10 ditën e fundit të Ramazanit e bënte hatme çdo natë. Kur vinte muaji i Ramazanit, Zuheriu largohej nga mësimdhënia hadithit dhe qëndrimi me dietarët, pasi në këtë muaj ai përkushtoi Kur'anit. Pra Zuheriu ka qenë dietar i hadithit, por kur vinte muaji i Kur'anit, merrej vetëm me Kur'anin familjar. Gjatë muajit të Ramazanit, Sufjan al-Thauri i braktiste adhurime të tjera vullnetare dhe i përkushtohej vetëm leximit të Kur'anit. Pra dietarët e mëdhej i kanë pas braktis ato punë tjera, mash i lenin mazdore në farë mënyre, sepse i kushtonin rëndësi Kur'anit familjar. Pra në këtë muaj, besimtari duhet i kushtoj rëndësi të jashtëzakonshme Kur'anit, fjalës Zotit, ta lexoj sa më shumë Kur'anin familjar. E mira është me lexu në gjuhën arabe, ashtu siç ka zbritur nga Zoti xhaleshanu, por nëse nuk din dikush të lexojë në gjuhën arabe, mund ta bëj me të dëgjuar. Pra se ka hatme dëgjimi, ka dhe hatme leximi. Pra e lëshon YouTube-in, Sheikh X Sheikh, surën Bekare, e dëgjove gjithë surën Bekare, pastaj ti mund ta lexosh në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze që kupton ti. Edhe kështu me radhë, sura Al-Imran, sura Nisa e me radhë. Pra vetëm duke e dëgjuar Kur'anin, ti merr sevapet e hatmes së dëgjimit. Pastaj e lexon gjuhën tënde që kupton. Të parët tanë të mirë nuk e lexonin Kur'anin si poezi, por me meditim të thellë dhe duke e kuptuar atë. Pra leximi më i mirë i Kur'anit është që ti ta lexosh duke medituar në fjalët e Zotit xhaleshanu. Kur të lexosh ajetet për krijimin e qiellit dhe tokës, ti të meditosh rreth atyre dhe të meditosh rreth fuqisë së Zotit xhaleshanu, i cili ka krijuar çdo gjë. Ata ndikoheshin aq shumë nga Kur'ani familjar, saqë zemrat e tyre lëviznin nga vendi. Kur ato lexonin Kur'an, ju dridhej zemra, ju dridhej trupi.
Ibn Mesudi radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salam thot më tha Ibn Mesudi ka qenë nga sahabët e mëdhenj që e ka pas lexuar Kur'anin më mirë. Edhe thot Ibn Mesudi që vetë pejgamberi alayhi salam ka thënë mu që më lexo ti nga Kur'ani. Thot unë i thash, o i dërguari i Allahut, si ta lexoj ty kur ai të ka zbritur ty? Pejgamberi selam tha, un kam dëshirë që ta dëgjoj nga të tjerë. Pa shikon që dëgjimi i Kuranit është sevap. Pa vetëm me dëgjuar ti Kuranin, ke sevapin në hatës së dëgjimit. Pastaj e lexon në gjuhën tënde. Pra pejgamberi selam ka thënë, un kam dëshirë ta dëgjoj nga të tjerë. Lexova thot Ibn Mesudi surën Nisa derisa arrita tek ajeti si do të bëhet halli kur prej çdo populli të sjellin dëshmitar dhe ty të sjellin o Muhammed si dëshmitar mbi të gjithë ata. Pra është ajeti që për çdo popull Allahu ka përcjell dëshmitar, ndërsa i thot Allahu Muhammedin se ti do të jesh dëshmitar për të gjithë ato. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mjaft o Ebu Mesud. I tha mjaft, ngrita kokën dhe pash sytë e tij që rrjedhin lot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qarë me lot sepse e ka ditë përgjegjësinë e madhe që do të jetë dëshmitar për njerëzit. Dhe e ka pas gajle dhe breng që a e ka përquar mesazhin e Zotit ashtu siç duhet apo jo. Prandaj edhe ne si besimtar duhet ta kemi gajle dhe breng që ta përqojmë mesazhin ashtu siç duhet të njerëz tjerë që janë në fen islam. Ebu Hurajra tregon dhe thot kur zbriti ajeti vallë prej kësaj fjale po çuditeni dhe po qeshni dhe nuk po qani, tek sura Nejm, banorët e Sufas të varfrit që qëndronin në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, kanë qajt aq shumë sa që lotët rodhen mbi faqet e tyre. Pra e kanë kuptimin që besimtari duhet të meditoj, të qaj ma shumë kuptimin që të kushtoj rëndësi jetës së kësaj bote dhe mos ta marrë si lojë dhe defrime dhe më të qeshura. Ibn Omer radiallahu anhu ka lexuar shumë Kur'an edhe ai, edhe po lexonte surën Mutaffifin dhe kur arriti tek ajeti i Kur'anit, ditën kur të gjithë njerëzit do dalin para Zotit të botrave. I ra të fikët dhe pasi erdhi me vete nuk mundi ta vazhdonte më lexim. Për shkak të devotshmërisë dhe përkushtimit që kishte Ibn Omeri, ju kujtua dita kur dali para Zotit xhaleshan. Pra besimtari musliman i vërtet këtë lloj brenke ka se si do dalim para Zotit. Ne nuk na shqetëson fakti do vdesim as do vdesim a kur do vdesim, sepse kjo është diçka që Zoti ka caktuar dhe nuk na intereson ne. Po ne si besimtar duhet na shqetësoj fakti se si do dalim para Zotit xhaleshanu. Do dalim si besimtar të bindur ndaj Zotit, si besimtar të mirë, të përkushtuar, me faqe të bardhë, me zemër të pastër, apo jo. Pra dhe Ibn Omeri, kur ka lexuar ajeti që ditën kur të gjithë njerëzit do dalin para Zotit të botrave, aty ka radh fikët, edhe duke ditë devotshmërinë dhe përkushtimin e Ibn Omerit, ku jemi ne sot. Ibrahim ibn Eshafi tregon, kam dëgjuar Fudal ibn Iyadin duke lexuar surën Muhammed, ai çante dhe përsëriste ajetin: ne do t'ju vëmë në provë ju derisa t'i njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e Zotit dhe durojnë, dhe derisa ta provojmë ato që thuhet për veprat e tyre. Ai çante dhe thoshte, do të sprovojmë veprat tuaja, po do të sprovohen edhe veprat tona. Nëse dalin veprat tona në shesh, atëherë jemi të demaskuar, të shkatruar dhe të dënuar. Pra, është dita kur dalim para Zotit, edhe gjithë veprat e njerëzve do të shfaqen para nesh. Edhe aty nuk kemi ku t'i largohemi. Prandaj, besimtari musliman pra duhet të lexojë sa më shumë Kur'an, të meditojë rreth ajeteve të Kur'anit familjar, pra duhet ta gjallërojmë Ramazanin me Kur'anin familjar. Në gjuhën arabe kush ka mundësi ta lexojë është mrekulli ose vap i madh. Nëse nuk dini me lexuar në gjuhën arabe, dëgjojeni arabisht nga një dietar që këndon,
edhe ju lexojeni në gjuhën shqipe apo angleze që e kuptoni ju. Qëndrimi në xhami pas faljes së namazit të sabahut derisa të lind dielli, sidomos në ditët e Ramazanit. Edhe kjo është diçka shumë e bukur. Shkosh të fal sabahun në xhami, edhe të qëndrosh aty pas sabahut duke përmend Zotin, duke lexuar Kur'an derisa të lind dielli dhe më pas ti falësh 2 rekat, siç është hadithi, po e lexojmë, po e transmetojmë tamam. Kush fal, thot pejgamberi selam, kush e fal namazin e sabahut me xhamat, qëndron ulur dhe përmend Zotin derisa të lind dielli dhe më pas ngrihet dhe fal 2 rekat, shpërblehet sikur ka bërë haxh dhe umra të plot. Pra, me fal sabahun në xhami. Mas sabahut me net aty i ulur me një cep xhamis, duke përmend Zotin xheleshanu, duke lexuar Kur'an derisa të lindë dielli. Pastaj i fal 2 rekat, është shpërblimi sikur ka bërë një haxh dhe një umre të plot. Prandaj, sidomos tani në Ramazan, ta praktikoj. Pra i lutemi Zotit që na forcojnë këtë muaj, i lutemi Zotit që të na kthjellojë dhe i lutemi Zotit që na bëj më të përkushtuar ndaj Kur'anit famëlar. Subhanallahu.